Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 32 vjeçe dhe prej 5 vitesh jam e martuar me një burr që është 20 vite më i madh se unë. Kur u martuam, shumë njerëz kishin mendimet e tyre. Disa thoshin që është diferencë e madhe, disa që nuk do funksionoj gjatë. Por unë nuk i dëgjova, sepse në atë kohë më dukej zgjedhja e duhur. Ai ishte i qetë, i vendosur, më jepte një ndjenjë sigurie që nuk e kisha pasur më parë. Ndërsa unë isha impulsive, moshë e re, ndoshta edhe më e etur për të ndërtuar diçka. Por jeta jo nuk ishte si ajo që unë imagjinoja në fillim. Ai punonte në Greqi dhe shumicën e kohës nuk ishte fare prezent në shtëpi. Fillimisht e përballova mirë, e mbushja ditën me punë, me rutinë, me gjëra të vogla, por me kalimin e kohës vetmia filloi të ndihej. Shtëpia që në fillim më dukej e qetë filloi të bëhej e zbrazët. Bisedat tona ishin të shkurtra në telefon. Ai i lodhur nga puna, ndërsa unë me shumë gjëra që nuk i thoja dot. Një ditë para se të largoj për në Greqi më tha: "Kam folur me nipin tim, do vi her pas here të ri këtu për çdo gjë që ti mund të kesh nevojë." Nuk i dha shumë rëndësi në fillim, sepse e njihja, ishte 25 vjeç, djalë i qetë, i sjellshëm, nuk ishim pasur ndonjëherë muhabet, por gjithsesi pranova. Ditët kalonin dhe ai filloi të vinte më shpesh. Fillimisht për gjëra praktike, të shihte ndonjë punë në shtëpi, të kontrollonte oborin, gjëra të tilla. Pastaj filloi të qëndroj më gjatë. Të pinim ndonjë kafe, hanim darkë bashk. Bisedat ishin të thjeshta në fillim, por me kalimin e kohës u bën më të gjata, më personale. Filluam të flasim për jetën, për punën, për planet. Ai më tregonte për ëndrat e tij, unë ndonjëherë i tregoja për ndjesinë e vetmisë. Pa e kuptuar, prania e tij filloi të bëhej pjesë e ditëve të mia. Nuk ishte diçka e planifikuar, as e menduar, thjesht ndodhi. Një mbrëmje pasi kishim ngrënë darkë, ishte vonë, jashtë ishte qetësi dhe ai më tha: "Po iki." Por nuk u ngrit menjëherë. Qëndroi, heshti për disa sekonda, pastaj tha: "Është çudi, por u ndihem më rehat se në shtëpinë time." E pash dhe për herë të parë ndjeva diçka të çuditshme. Jo thjesht rehati, por miqësi. Diçka më shumë se miqësia që nuk e dija si ta emërtoja. U ngrit e iku atë natë, por ajo ndjesi mbeti. Ditët që pasuan fillova ta ndjej ndryshimin brenda meje. E prisja pa e thënë me zë të lartë. E kuptoja që diçka po lëvizte në një drejtim që nuk ishte i thjeshtë. Një natë tjetër ai erdhi përsëri. Ishte më vonë se zakonisht, vendosi të rrinte. Po fle këtu, nuk po dal vonë, dhe unë nuk e kundërshtova. I përgatita një dhomë për të fjetur dhe atë natë atmosfera ishte ndryshe. Shumë e rëndë, e ngarkuar me diçka që nuk po flitej. Ula në sallon, ai ishte aty. Heshtja mes nesh nuk ishte e zakonshme. Ishte e mbuluar me mendime, me ndjenja që po përpiqeshim t'i shmangnim. Në një moment po përpiqeshim që edhe syt tan mos t'i kryqëzonim, por gjëja ishte e pamundur. Unë ndjeva në sikletë dhe në fakt qëndrova aty. Një pjesë e imja nuk donte të largohej. Ajo natë nuk ishte si të tjerat. Dhe unë e dija që ajo që po ndjeja nuk ishte thjesht vetmi. Pas asaj nate u përpoqja ta bind veten që gjithçka ishte thjesht një moment. Një ndjesi kalimtare, një reagim ndaj vetmisë, por sa më shumë përpiqesha të largoja nga mendja atë moment, aq më shumë më rikthehej. Jo si diçka e fortë, por si një ndjesi e qetë që rritej ngadalë. Ai vazhdoi të vinte dhe asgjë nuk ishte deklaruar mes nesh, por gjithçka kishte ndryshuar. Bisedat tona nuk ishin si më parë, ishim më të kujdesshëm, por edhe më të hapur në të njëjtën kohë. Filluam të flasim për gjëra më personale. Ai më tregonte për jetën e tij, për mënyrën si e shihte botën. Unë fillova të tregoj më shumë për veten time, për atë që nuk e kisha thënë kurrë me zë të lartë, për vetminë që ndjeja në martesë, për mungesën e pranisë, për boshllëkun që nuk po mbushej me telefonata.
Ai më dëgjonte pa më ndërprer, pa më gjykuar, dhe kjo ishte një diçka që nuk e kisha ndjerë prej kohësh. Një pasdite ndërsa po pinim kafe në oborr, ai më tha: "Ti nuk je e lumtur." Nuk e prita atë fjali, e pash dhe për disa sekonda nuk fola. E dje që ai kishte të drejtë, por ishte era e parë që dikush ma thoshte kaq hapur. Nuk është e thjeshtë, i thash unë. Ai nuk u përpoq të kundërshtonte, thjesht e pranoi me kokë. Më preku më shumë se çdo këshill, sepse nuk po përpiqej të më ndryshonte, por po përpiqej të më kuptonte. Me kalimin e ditëve fillova të ndjej mungesën e tij kur nuk vinte. E prisja pa i thënë, dhe kur vinte gjithçka dukej më e lehtë. Nuk ishte më thjesht prani, ishte një lidhje. Një mbrëmje ndërsa po rregullonim disa gjëra në shtëpi, duart tona u prekën rastësisht. U ndalëm, asnjëri nuk u tërhoq dhe ishte një moment i shkurtër, por i mbushur me gjithçka që nuk kishim thënë. Zemra më rihte fort, e ndjeja që po afrohej një vijë që nuk duhej kaluar. Por njëkohësisht nuk doja të largohesha. Ai e hoqi dorën i pari, u tërhoq dhe tha: "Më mirë mos të vazhdojmë." Por filluam që të jemi të vetëdijshëm për atë që po ndjenim. Mënyra si flisnim, si shikonim, si qëndronim pranë njëri tjetrit. Si nga ai, ashtu edhe nga ana ime. Gjithçka që po përpiqesha të mbaja nën kontroll më doli nga duart në momentin që burri u kthye nga Greqia. Nuk ishte një kthim i paralajmëruar, thjesht më telefonoi në mëngjes dhe tha: "Jam nisur, mbëris sonte në darkë." Zemra më ra në tokë, e dija që asgjë nuk ishte si më parë. E dija që nuk isha më e njëjta grua që ai kishte lënë pas. Dhe mbi të gjitha e dija që nuk mund ta fshija dot atë që po ndodhte brenda meje. Kur hyri në shtëpi, gjithçka dukej normale në pamje të parë. Më përqafoi, më pyeti si isha. Unë buzëqesha, por nuk ishte një buzëqeshje e vërtet. Ai e ndjeu sepse më njeh, më shumë se kushdo tjetër. Ditët e para kaluan me një tension të heshtur. Unë përpiqesha të sillesha si gjithmonë, por çdo gjë dukej e sforcuar. Ai më shikonte me gjatë, më bënte pyetje që nuk më kishte bërë më parë. Dhe në ato pyetje kishte diçka më shumë se sa thjesht kuriozitet. Një pasdite gjithçka doli në sipërfaqe. Nuk ishte një zbulim i papritur, ishte një përplasje që ndoshta kishte kohë që po vinte. Ai e kishte kuptuar tashmë dhe nuk e di saktësisht se si e kuptoi. Ndoshta nga mënyra si unë sillesha, nga heshtjet, nga fakti që një lidhje e tillë nuk fshihet dot plotësisht. "Më thuaj të vërtetën," më tha, pa të bërtitura, pa ulërima, pa zemrata, dhe kjo më bëri që të ndjesha më keq. E dija që nuk mund të gënjeja dhe për herë të parë i tregova çdo gjë me sinqeritet. Jo me krenari, jo me justifikime, por me një gjendje që tashmë kishte dalë nga kontrolli. Ai nuk foli për disa sekonda, vetëm më pa dhe në sytë e tij pash një zhgënjim të thellë, jo vetëm ndaj meje, por ndaj gjithçkaje që kishim ndërtuar. "Me nipin tim e gjete?" më tha. Dhe faktikisht nuk ishte thjesht një tradhti, ishte diçka që prekte gjithë strukturën e familjes. Ajo që pasoi ishte i paimagjinueshme, biseda të vështira, përplasje, heshtje që zjasnin me ditë, dhimbje. Gjithsesi, si diçka që tashmë ka kaluar, kur e rikujtoj veten time, e di që rruga që unë ndërmora nuk ishte e lehtë, as e drejtë për shumë njerëz, por ishte e vërteta ime. Ndonjëherë jeta nuk të vendos përballë zgjedhjeve të pastra, të vendos përballë ndjenjave që ti si ke planifikuar dhe të detyron të vendosësh midis asaj që je dhe asaj që ndjen. Dhe sigurisht, unë zgjodha ndjenjen.